E shpërndan disa grupe, disa shokët me, edhe pash që kjo është kulmi. Jo që e kam përcjell zotëriun më herët, por që pash që kjo është kulmi, kjo është thirrje për shfarosje dhe sipas termit ne komplet popullit shqiptar musliman nga Kosova. Sepse pavarësisht shkallës së besimit dhe praktikimit besimit, njerëzit ata që e kanë deklaruar veten musliman, na nuk mund t'ja mohojmë atë drejt, është identiteti i tyre dhe ata e kanë njoftë identitetin e tyre. Dhe rrjedhimisht ti bën thirrje ndaj gjithëve, sepse askush nuk e ka distancuar veten nga ky besim. Edhe pash që kjo nuk do të tolerohet, edhe ndaj tij duhet jepet një mësim duke përgatitur një kallëzim penal, sepse pash qartë që ka elemente të veprës penale në deklarimin e tij dhe është një prej thirrjeve më të ashpra të deri tanishme nga gjithë anëtarët e lëvizjes veçane dhe lëvizjet për rikthim katolicizëm. Sepse kjo është, mund të them, forma më e lartë dhe më e çmendur e një mendje që i thot vetit shqiptar.